Tani, ta mbaroj unë njërë? Zoti kryetari kuvendit, u bë seanca e disa të radhazi, por sot po arrin kulmin që kërkohet fjala për procedurë dhe për fatin ton të mirë të pasurit një opozite pa kokë dhe pa bisht, në procedurë kërkohet dorëheqja e një ministri. Edhe këtë nuk e kishim parë, por e gëzuam sot me ju që ju patshim sa malet. Sepse në seriozitetin e një parlamenti, një grup parlamentar, një grup deputetësh për 7 vetësh apo më shumë se kaq, nëse u dhem shpirti seriozisht, jo për të bërë korbin, po për të bërë politikanin e përgjegjshëm, mund të kishin ardhur këtu me kërkesë procedurale dhe sa po e kemi miratuar me konsensus, zhvillimin e debatit për i bie 10 orë të 4 çështjeve që kemi sot në rendin e ditës. Në javën e ardhshme ose në javën vim do të kemi një debat 12 orë e gjys me standardin që vendosim sot për 5 institucionet e drejtësisë që raportojnë këtu. Do ta kemi aty debatin. Nuk do ta kemi dhe nuk mund zhvillohet një debat për një çështje. Fyejmë familjen e të ndjerit, fyejmë gjyqtarët dhe prokurorët, magjistratët, të cilët sot nga Kuvendi i Shqipërisë për procedurë vjedhurazi. Të them të drejtën, duke shfrytzuar edhe një lloj qytetarie pa rregullore të Niko Peleshit, i cili po u ale atë 3 minutshin të bëni çfarë doni ju, dhe zoti kryetar zbatoni rregulloren e kuvendit. Fjala për procedurë merret vetëm kur bëhet fjalë për një çështje të rendit ditës apo një propozim për ndryshim të rendit ditës. Kjo histori dhe unë shuhem që e mbaj fjalën. Kemi bërë një diskutim në konferencë kryetarëve ku na u tha që sot nuk do të ketë më teatr, merrni proces verbalin ju. Merrni proces verbalin. Sot tha njëri nuk ta mbaroj fjalin. Ketë më teatr që ka zhvilluar, jo proces verbali e tjera dhe tjetra. Gjova një këtu që kulturën e ka me klering, që i bërtiste ministrit, sa herë fliste ministri, më falni, o idiot, o idiot, o idiot. Ky njeriu këtu nuk ka vend. Zoti kryetari i kuvendit, unë e kuptoj që zhurma nuk ju linte, po ishte një këtu që i bërtiste ministrit, o idiot, o idiot, o idiot, o idiot. Ky çfarë është ky mos, se këtë se gjë, unë këtë lloj tani e kuptoj. Tani ky o e tërheq mbrapsh atë që tha dhe kërkon ndjes ministrit, ose zoti kryetar kërkoi 5 minuta pushim, ky zotëria dali për jashtë. Faleminderit.